Ja ku jam, ka pas Ardit Gjebrea një këngë, ja ku jam, e përshëndes Arditin, më kujtua tani. Do të nisim të komentojmë pak këto zënkat, këto komentimet, këto thashethemet që po bëhen, këto thumbat që po bëhen drejt njëri tjetrit. Edhe pse Big Brother i ka përfunduar, Viserlo dhe Gjesti s'po gjejnë dot paqe me njëri tjetrin. Viserlo ka komentuar lojën e Gjestit, ka komentuar marrëdhënien, ka komentuar dashurinë, ka komentuar artin e tij, ka komentuar gjithçka që ka të bëjë me Gjestin. Do me thënë, inati dhe mlefi apo urrejtja që Viserlo ka ndaj Gjestit nuk është e kalueshme. Këngëtari dhe ish konkurrenti Viserlo ka reaguar ashpër në rrjetet sociale duke ngritur akuza për manipulim klikimesh ndaj dy kolegëve të tij, Gjestit dhe Egli Tako. Viserlo thot kështu: po e postoj këtë për t'ju hap syt se më keni bezdisur çdo ditë duke më bërë tak me fake akonte për famën imagjinare me playback të këtij njeriu që nuk di as të këndoj. Krahasimi nuk ka vlerë, por Ava Max 6.7 milion subscriber, Millen Cruz 19.7 milion subscriber, të dyja artistet më me famë botërore, kush më shumë e kush më pak. Ava për 2 ditë 500k vjes në këngë, ndërsa Mill 5 milion vjes për 2 muaj. Dhe më vjen një Gjest me 100k subscriber të blerë kap 1.5 milion për një ditë, ha ha ha. Kjo është shkrimi i Viserlos. Në një sëri postimesh në Instagram, Viserlo ka hedhur dyshime mbi suksesin e menjëhershëm të këngës Veshu e Ndreçu nga Gjesti, e cila në vetëm një ditë ka kapur miliona shikime në YouTube. Ai ka bërë krahasime me artistën ndërkombëtar duke vënë në pikpyetje realitetin e shifrave të Gjestit. Ava Max me 6.7 milion ndjekës, ndërsa Miley Cruz 19.7 milion. Ava për 2 ditë merr 500.000 shikime, ndërsa Milli për 5 milion, për 2 muaj merr 5 milion. Ndërkohë Gjesti me 100.000 ndjekës merr 1.5 milion për një ditë. Deulizioni ka një limit, kurvë të lutem, shkruan ai me një nga reagimet. Ai shton se ka marrë shumë mesazhe nga ndjekës që e etiketojnë në lidhje me suksesin e kolegëve duke konsideruar këtë si një furi famë imagjinare. Viserlo nuk ka kursyer as Eglin duke ironizuar faktin që kënga e saj e fundit jetë po grumbullon me shpejtësi shikime në platformë. Besoj nesër shkon kënga 20 milion pa frikë, uria i pas ka kafshatat të mëdha, ka shkruar ai në një postim ironik. Në përmbyllje të reagimit të tij, këngëtari ka premtuar se do të rikthehet me një projekt të ri pa kompromis me oraret apo strategji për klikime. Për të bërë art, është art me vete, dështake, përfundon ai. Derisa të vi reagimi i palëve të përmendura, publiku duket se po ndjek zhvillimet me interes të shtuar, duke shënuar një tjetër epizod të debatit të post Big Brother VIP Albania. Okej, tani ky ishte lajmi. Unë dua pak të komentoj këtë lajmin. E para njëherë nuk më duket mua që janë klikime të blemet, sepse duke e ditur se sa kurreshtje ka Gjesti dhe Egli te publiku, do me thënë të paktën ne që merremi me këtë punë mundemi ta dëshmojmë se i gjithë publiku është i fokusuar tek Gjesti dhe tek Egli, i gjithë publiku do të di për Gjestin dhe për Eglin, i gjithë publiku do të kupton për Gjestin dhe për Eglin, dhe nuk ma merr mendja që Gjesti dhe Egli po blejnë klikime.